djali i vllaut madh, qëndrimin që ai ka dalë i pari pe autobusit. Po gjithë familjarët tani po ish e pa besueshme se nuk besojshin që jam gjallë dhe jam e pa plagosne. E thash edhe ma herët që fshati kam bo aq sa kam mujt, aq sa kam pas nevojë ndoshta jo, po jam mundu që një aspekt anën shëndetësore mi ofru secilit. Besoni që mas 2-3 dite që kanë rri krejt, kur kanë një që kom shku në familje, krejt plesht e mahallë si kom gjetë në barë. Edhe krejt me atë fjallën që na ki zbardh ftyrën, ti e shot e Galica, ti na ki bo krenar, sheqyr që t'kemi gjetë, që t'jetën jo kom falenderus për punën që unë e kom bo, që e kom pas obligim me bo për vend tem, jo një diçka jashtëzakonshme, po që se cili e kish bo, kushdo që t'i shkom pozitën tem. Periudha pas lufte, rimekembja, e shëndetësisë, e thash pejzerës, u emrova si kryinfermiere e Spitalit Përgjithshëm Pej, u mundova se aty fillon prej zerës, gjithçka prej zerës, rimekembjen, kujdesin, çdo ditë vishin pacient që kanë ranë mina, tu shku në shtëpi, ka qel derën, ka ranë minë, ka hup komën, ka hup dorën, ka po një aspekt na ishim ma të përgatitun tash për plagët e luftës. Edhe shumë shpejt fillun mu kthy njerëzit që ishin vendosur, dikush në Ulqin, dikush në Shqipëri. Unë e kom vazhdu punën teme, kom menaxhu me një staf me 300 infermierë, se veç u plotsu numri edhe atyne që kanë qenë serbë edhe u murën staf i ri. Ata faktikisht u murën krejt që ju ka ra në dorë mi përfundu vitin e 4 qysh ka meti për gjysmum, po kom pas për një kohë shumë të shkurt e pan punën edhe përkushtimin që une nuk kom ardhë, as nuk isha shku aty me komandu kërkon, as me tregu atë trimni që a kom bo luftën, se cili kem pas për obligim, se cili një aspekt ka dhonë kontributin e vetë, edhe unë mendoj se cili shqiptar e ka bo një formë, do shta unë jam konë shumë ma e mbrojtne në luftë, se sa ata që kanë punu dhe i ditën e fundit, e tu e pas forcat serbe, gjdo ditë tu e shku, e tu hi, e tu i maltretu. Shumë ma e sigurt kom qenë unë atje. Se cilit ja kom shmu, edhe e qmoj punën që e ka bo në atë kohë. Edhe shumë shpejt, kemi arrit që me punë, me përkushtim, me kalu edhe ato kohërat shtira, edhe atë sistem që kështë qenë i rënur, gjithçka me rimekemb. Erdhen italian t'ishin si monitorues të asaj kohë spital, një bashkëpunim shumë të mirë, ata dikom për 10 vite kanë kontribu, kanë pru aparatur, kanë furnizu me terapi, derisa veç institucionet fillun mori me kemb edhe me u kanalizu se cili sistem me shku në rrugën e vetë. Kom menaxhu për 23 vjet me stafin infermieror të Spitalit 5. Unë e thom me mburje që ndoshta gjithë kanë qenë ma të mirë se sa unë. Kom pas një bashkëpunim edhe një përkraje shumë të madhe nga gjithë. Kemi punu me punë ekipore, se kur sukses nuk ka nëse nuk punon ekip. Kemi arrit rezultate që se cilë mëj me thonë që 90% e stafit infermierisë sot janë me bachelor dhe me master infermier, që atëherë nuk i pas për pas me shkollë të mesme. Gjithve ju kom dhonë hapësirë që me përfundu, me kry, mu avancu, edhe me mri
me mri aty ku sot janë një staf shumë i përgatitur, janë një staf i përkushtuar për punë që muj me thonë që sado rastet kanë edhe çtira janë gjendje me i zgjidh vetë derisa të jenë mjeku. Jam falenderues ton jetën për punën që kom bo me ta, kom një respekt, ndërsjellët edhe unë për ta edhe ata për mu. Unë jam infermier mbi gjithçka, një profesion i shenjtë, edhe mbetem gjithmonë ajo që duhet jetë gjithmonë afër pacientit.